I gjithë territori i qarkut Kukës vazhdon të jetë i përfshirë nga rreshje e shiu me intensitet të ulët deri mesatar, shoqëruar me erë, ndërsa në zonat e larta malore mbi 1 mm me rreshje bore. Si rezultat i rreshjeve, rrugët nacionale vazhdojnë të jenë në turistinë e rënjes së gurëve, inerteve dhe dherave. Më problematike situata nga rënja e gurëve, inerteve, dherave dhe vëshimi i ujrave paraqitet në rrugët nacionale të Tropojës, ku nga subjektet kontraktore vazhdon puna gjatë gjithë kohës për pastrimin e turbinave dhe eliminimin e problematikave të shkaktuar nga rreshjet në akset rrugore Baramcuri-Fiers, Dushaj-Lekbibaj dhe Baramcuri-Valbon. Në nivel qarku, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme, po ashtu edhe ato rurale. I gjithë qarku furnizohet me energji elektrike përveç fshatrave Zarisht, Helshan, Kostur, Perrolla e Bashkia Has, fshatrat Kam, Leshniç, Kepenek, Zherk, Budakov, Demaliaj, Bekpac, Bashkia Tropoj, të cilët gjatë ditës së sotme kanë pasur ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike.